Dituria e vërtetë është që Allahu xhallahu e ka mësuar në Kur'an, dituria e sakrificës. Provoje me lanë një ves të ëndin për hir të Allahut. Provoje me dhon sadaka, i ki disa të holla në javë gjatë ditës. Provo parët që t'i japin prind për në shkollë, një ditë prej ditëve sakrifikoj, jepi sadaka. Provo gjatë javës me agjeru, provo me thirr kurban, provo me sakrifiku me thënë vërtetën. Urdhon të mirë ndalon nga e keqja. Këshillo njerëz me të butë. Preki ndonjëherë njerëzit në pikat nevralgjike që i kanë, por mos i provoko. Vetëm shiko sakrificën. Skoçu pak për hir të Allahut, le të skuqet ftyra jote kur urdhon të mirë ndalon nga e keqja. Dhe shiko se me çka ta kthen Allahu për sakrificën që ti je duke e bërë për hir të Allahut. Dhe kushdo që të shkelë në xhenet, do të shkelë në xhenet me lejen e Allahut, ka me pa ftyrën e Allahut për shkak asaj se ka sakrifiku. Prandaj ligjërata sot nuk guxon të shndrohet në informat veç, në zbukurim të ngjarjeve, në kënaqësi momentale që u kënaqem dhe shkoj, me po duhet me pas ndikimin e vet.